Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Të nderuar teleshikues, miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Farmacistët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në kujdesin shëndetësor, duke siguruar që bara dhe pajisjet e kujdesit shëndetësor të përdoren në mënyrë të drejtë, korrekte dhe efektive, e gjithë kjo për të përmirësuar rezultatet e mjekimit të pacientëve. Pra, farmacistët nuk janë vetëm dhënës të barave si mendohet nganjëherë, por çka janë më të vërtetë farmacistët, cili është roli i tyre, cili është problemi kryesor apo cilët janë problemet kryesore të industrisë farmaceutikës. Për këto tema dhe më shumë do të flasim sonte me mysafirin ton, që është zoti Gjan Gega, farmacist. Mirëmbrëma zoti Gega dhe faleminderit që erdhët në emision. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithë shikuesve të TV Syrit. Zoti Gega, ja nisëm prej fillimit, ju keni qenë në pozitë udhëhese më njëherë mas luftës në sektorin farmaceutik, duke filluar prej vitit 2000 deri në 2022, nëse s'gaboj, keni qenë në pozitë udhëhese më njëherë një kohë gjatë edhe si kryetari i shoqatës, mandej edhe si zëvendës kryetar i odës së farmacistëve, dhe e dini prej fillimit e deri me tani se si ka shkuar rrjedhja e zhvillimit të këtij sektorit të shëndetësisë në vendin tonë. Po para se të fillojmë me pyetje pak më specifike, pata dëshirë të qartësojmë edhe një herë se cili më të vërtetë sipas mendimit juaj është roli i profesionistëve shëndetësor dhe çka nënkuptojmë për kujdesin farmaceutik. Po, farmacisti është një profesionist shëndetësor i cili ka rol kyç në zinxhirin e sistemit shëndetësor. Farmacisti është spari ekspert i barit medikamentit. Farmacisti është personi më i përgatitur sa i përket përgatitjes një bari, sa i përket dhënies së garancios për sigurinë e barit. Farmacisti është ai i cili gjatë dispenzimit një bari, do të thotë nuk është vetëm një dhënie thjeshtë e barit, ai në memorin e tij, në kokën e tij, në mënyrë automatike ka diagnozën e pacientit, e ka formën farmaceutike të barit i cili është i përshkruar, a është formë farmaceutike adekuate, ndërveprimet e barit me barnat të cilat janë në recetë, e ka gjithashtu edhe problemet që mund të shkaktu nga bari i tillë. Do të thotë farmacisti nuk është vetëm dhënësi i barit, po është një analist i mirëfillt që e bën dispenzimin e barit. Dispenzimi nuk është vetëm një dhënie thjesht, po dispenzimi i përfshin gjitha me analizat barit, me sigurinë e barit, me mënyrën e përdorimit të barit dhe ndërveprimet që mund të ketë një bar i tillë. Farmacistin sot e kemi prezent jo vetëm në barnatore të lagjës, në barnatore komunitare, po farmacistin e kemi prezent në shumë sektorë tjerë. Farmacistin e kemi prezent në barnatore spitalore, ku bën edhe përgatitjen e barnave, shpërndarjen, dispenzimin e barnave. Farmacistin e kemi prezent si farmacist klinik, sidomos në Prandim, po shpejt do të kemi edhe në Kosovë, një ekipin së bashku me mjekun dhe infermierin, ku farmacisti e bën edhe dozimin e barit, e bën formën farmaceutike adekuate më të përshtatshme për pacientin dhe merret me gjitha problematiket që mund të shkaktojë një bar i caktuar. Farmacistin e kemi prezent edhe në edukimin profesional të farmacistëve, si në fakultet kemi prezent edhe në edukimin e farmacistëve edhe nivelet të shkollës mesme për shembull. Gjithashtu trendet e reja janë që farmacistët kanë marrë kompetenca dhe ligjore në shumë vende perëndimore, ku farmacistët mundin me përshkruaj barna, ku farmacistët mirën me vaksinimin e popullatës. Farmacisti do thotë e ka një rol shumë dimensional në sistemin e sigurimit shëndetësor. Fala asaj që çdo një pacient, personin e parë shëndetësor që e takon pas një problemi është shumë të raste është farmacisti. Dhe një farmacist i përgatitur mirë
një farmacist profesionist ka do ta bëjë një shërbim të jashtëzakonshëm pacientit ose do ta orientojë në mënyrën e duhur që të mjekohet, të shkon te mjeku ose të tepër rekomandimet në bazë situatës, në bazë simptomeve, në bazë shumë probleme. Qasja e parë e farmacistit në pacientin jep edhe mundësia se banatorët janë më të qasshëm edhe janë në shumtën e rasteve janë afër njerëzve ku banojnë edhe shpërndarja rreth i banatorëve është shumë i madh, që ato jep mundësinë që me të vërtetë një farmacist i përgatitur mirë, një farmacist shpëton jeta, një farmacist që ndihmon shumë edhe në preventive ndaj sëmundjeve të ndryshme, po ndihmon shumë edhe në mbikimin e duhur të pacientëve. Unë përtojnë plotësisht, zoti Gega me kretë këtë që thatë, përveç asaj më mendoj që është edhe një farë rrjeti sigurisë në rastet kur mjekët përshkruajnë bara nga një herë edhe ndodh që përshkrimet janë të gabueshme, se gabimi është njerëzor dhe ju shërbeni edhe si rrjet sigurie sepse atëherë në komunikim me mjek ju mundsoni që të riformuloni ose të bëni një përshkrim të ri të barit me qëllim që mos në radhë parë mos dëmtohet edhe pacienti. Zoti Gega, keni qenë thash për fillimit jeni një person që unë konsideroj që nuk e keni problemi, thonë ato që mendoni, s'keni pas asnjëherë edhe në institucione kongrese edhe më të mëdha se një emision televiziv si ky. Edhe kjo është ndër arsyet kryesore që kam pas dëshirë gjithmonë më pas si mysafir. Sot është një situatë paksa e ngatruar në vendin tonë, besoj që edhe në komunën tonë kisha pas dëshirë të flasim për problemet aktuale që ka biznesi farmaceutikës dhe si reflektohet kjo në biznesin e juaj, po edhe në shëndetin e popullatës. Në rreth por flas për ligjin për nivelizimin e çmimeve dhe furnizimi i barnave pas aplikimit të këtij ligji. Pikërisht e cekt se nuk ka njerit pa gabueshëm, edhe çdo në punën e çdo profesionisti mund të marrë të gabimit. Por mbikëqyrja e duhur, monitorimi i duhur i procesit, si të përshkrimit barit, mbikëqyrja e duhur edhe në punën e banatore, eviton i minimizon ato gabime që me të vërtet mund me qenë ndonjëherë edhe fatale për pacientin. Komunikimi i përditshëm, komunikimi shumë profesional mes mjekut dhe farmacistit mund të evitojë edhe gabimet fatale që mund të ndodhë. Na ka ndodhur, do të thotë, kur kim pas intervenimit përditshme në receta caktume, që do të thotë me një analizë thjesht si farmacist, kemi evitu një problem që ka mujtë ndër në veprimin e barit. Po në gjitha rastet e tilla e marrim hapin e duhur që të komunikojmë me mjekun dhe këto probleme të evitohen. Sa i përket problemit që ekziston në funksionimin e banatorëve dhe problemet që ekziston në përgjithësi në sektorin farmaceutik, ju sekt me ligjin për çmimin e barnave, është një ligj të cilin ne si farmacist dhe si profesionist e kërkojmë pothuajse që 25 vite. Fatmirësisht ky ligj ka hyrë në fuqi, por gjithë problemet që ka si ligj, me gjithë problemet pothuajse fillestare, ne shpresojmë që ky ligj do të rregullohet, disa ndryshime të vogla do bëhen dhe ky ligj do të funksionojë, që ky ligj shkon në dobi të qytetarëve së pari dhe në dobi të shërbimit farmaceutik sa më të mirë. Pse është kjo? Jemi më të thjesht në kuptimin që qytetarët tonë ta kuptojnë. Do të thotë tash tutje nëpër banatore do të kemi një çmim unik, i cili çmim ka me vlerë për gjitha banatorët. Çka do t'ia mundsoj pacientit që mos kërkoj një çmim aty këtu nëpër banatore, një çmim që për shkak të kushteve rrethana caktuara, po do të kërkoj shërbim farmaceutik, të cilin farmacisti është i obliguar ta jep. Ju cekt edhe paraprakisht, çka ke koncepti i kujdesit farmaceutik. Koncepti i kujdesit farmaceutik është një koncept i ri, i cili ky trend është në perëndim, pothuajse ka marrë një hovë të madh, është koncept një model i ri i praktikimit të farmacisë, një përkushtim i ri ndaj pacientit. Një koncept i cili i drejtohet pikërisht pacientit edhe i shkon në shërbim të pacientit. Ky koncept i kujdesit farmaceutik
që thonë edhe pharmaceutical care, SUA farmaceutik, do të thotë kërkon një bashkëpunim mirëfill, një bashkëpunim shumë të ngushtë me profesionistë e tjerë shëndetësor, si me mjekun, si me infermierin edhe tjerë. Do të thotë kujdesi farmaceutik nuk është vetëm një këshill. Kujdesi farmaceutik është shumë më shumë se një këshill. Kujdesi farmaceutik na mundson fitimi i mirëbesimit i pacientit ndaj farmacistit, komunikimi i përditshëm, bëhet plani, programi i caktuar për përdorin terapisë, rezultatet e pritura nga terapia e caktuar dhe në fund janë rezultatet që një bar i caktuar është përdorur në mënyrën e drejtë dhe ka dhënë rezultate terapeutike. Në ligjet e reja në perëndim kanë filluar që me ligj janë sankcionuar se për veprimet e padëshueshme të barit ose mos efekti i terapisë përveç mjekut është edhe farmacisti. Çka do të thotë se këtu do të thotë farmacisti ka një përgjegjësi të shtume që në çdo moment të evitoj një përshkrim të gabuar, që farmacisti në çdo moment të evitoj një ndërveprim të barit, që ndër një interakcion të barit që shpesh mund të ndodhë të jenë edhe fatale. Dhe intervenime të tilla, po thuaj se një farmacist i përgatitur mirë ka intervenime të tilla të përditshme që vetë vërtet e lehtëson punën e sistemit shëndetësor edhe kostet e shërbimit shëndetësor i zvoglon dhe eviton do të thotë dëmtimet shëndetësore që janë do të thotë shpesh mund edhe më ndodh. Disa dhëna interesante zotë Geka gjatë përgatitjes këtij misionit janë edhe këto. Kosova është në top 5 vendet më shumë të banatore në Evropë. Sipas mendimit juaj, pse ndodh kjo? Fatkeqësisht, hovi i hapjes banatore ka filluar më njëherë pas luftës, sepse shumë njerëz e kanë përzi banatorën me bizniset në zakonshme. Banatora e parë se gjithashtu është institucion shëndetësor. Institucion shëndetësor që është në 3 nivelet shëndetësore. Do të thotë në nivelin parësor, dytësor dhe sekondar. Do të thotë në çdo nivel banatorën e ki institucion shëndetësor. Banatoria çdo herë do të më pas parasysh se është një institucion shëndetësor ku jepet shërbim shëndetësor, shërbim farmaceutik edhe shumë gjëra që kanë të bëjnë me shëndetin e popullatës. Po dukuria e hapjes banatore nga njerëzit që kanë të bëjnë me farmaci ka qenë një trend një kohë gjatë, një trend që është pothuajse fatkeqësisht ka filluar dhe zinxhiri i banatorëve në ditët e sodit, një zinxhir i banatorëve sa shumë e çuditshme që mundet një zinxhir brenda 50 viteve të hap 50 banatorë, që është e pamundshme. Unë si farmacist punoj mbi 30 vite dhe me shumë përkushtim, me shumë unim, një punë edhe jashtë Kosovë kemi arritur që kemi 2 banatorë, kurse brenda 50 vite dikush i krijon 50 banatorë që është në aspektin edhe profesional edhe ekonomik është e paralizueshme. Do thotë këto zinxhiri banatorëve dëmton shumë mas shërbimin farmaceutik, dëmton shumë mas konkurrencë lojale dhe shumë probleme tjera që vijnë. Në kohët fundit, sidomos gjatë Covidit, po edhe pas Covidit, ka pas një boom në hapjen e banatorëve, pa ndaj studim të mirë fillte ekonomik dhe në shumë të raste të panevojshme, po shpresoj që tash me situatën që po cilësohet, ka më ardhur drejt të nivelizimit të situatës që banatorët kanë me funksionu, banatorët që i plotësojnë kushtet që janë të cilat ekzistojnë në udhëzimin administrative që banatoria të funksionojë vetëm nën prezencën e farmacistit. Se nëse një banatore nuk ka farmacist, ajo nuk mund të bësh shërbim profesional. Nëse një banatore nuk është farmacist, ajo banatore në mënyrë automatike duhet të mbyllet. Dhe po shpresojmë që më në fund kjo dukuri mos të ketë më që banatora me funksionu pa farmacist. Ka edhe banatore që fatkeqësisht ende ekziston farmacisti në letër, por nuk ka prezant banatore, po kjo dukuri është shumë më pak dhe shpresoj që të ardhmen do të zhduket totalisht se kjo rrezikohet tej mase shëndeti i qytetarit mas pari nga shërbimi nga jo profesionistët. Zotë Geka, pikërisht për këtë do ta bëj edhe një pyetje e cila ka lidhje me numrin e farmacistëve, është paksa paradoksale. Përderisa unë thash
se Kosova është në top 5 vendet në Evropë për nga numri banatorëve, nëse s'gaboj është edhe treta, saksisht. Të njëjtën kohë kemi mas pak të farmacista për kokë banori në Evropë. Është një disproporcion. Shumë banatore, pak farmacista, si funksionojnë këto banatorat? Në princip, në Kosovë, sipas disa shënime, po këto shënime varirojnë, i kemi afër 840 banatore, që i bie në bazë popullatës, në Kosovë, në popullatën është 1.600.000, shënimet figurojnë në 2 milion, për 1.600.000, i bie gati në 2.000 banorë në një banatore, që është nën standardin evropian që në Evropë një banatore i shërben afër 3.000 qytetarë. Kurse se përket numrit farmacistëve, prafërsisht aktiv farmacistët janë 1.280 deri 1.300, kurse jo aktiv 400 e diçka. Do të thotë afër 1.700 farmacistë. Nuk është që kemi pak farmacistë, nuk është që do të thotë numri farmacistëve për çdo ditë po rritet, po farmacistët janë shpërndarë edhe në sektor tjerë përveç banatore, po besoj që me një përkushtim më të madh të institucioneve tona, problemi i ekzistimit banatore pa farmacist mund të zhduket për një periudhë shumë të shkurtë, në kuptimin që banatoria me funksionu pa farmacist mund me funksionu, në kuptimin që banatoria e cila nuk e ka prezent farmacistin banatore mos të funksionojë. Kjo është dukuri ekziston, nuk mund të ekziston, po dukuria është në dukje sipër, shpresoj që në të ardhmen nuk ka më mundësi asnjë banatore pa prezencën e farmacistit me shërby një medikament. Sa jemi të numri farmacistëve, jo përmendet se keni 2 banatore, zoti Kega, sa farmacistë keni? Ne kemi 2 banatore, ndoshta nuk deshta me cek, po në banatorën ne kemi 6 farmacista. Do të thotë, fatmirësisht ne kemi një staf shumë profesional, farmacistë kemi një staf i cili çdo orë tenton me dalë në shërbim qytetarëve dhe falë edhe punës time që kemi punuar edhe jashtë, kemi bërë një përvojë farmaceutike, do të thotë niveleve më moderne dhe kemi pas qasje në shërbimet materiale farmaceutike, kemi tentuar çdo herë, kemi shërbime profesionale, kemi tentuar çdo herë, kemi afër pacientit, kemi tentuar çdo herë, kemi bana të cilët janë të garantuar, bana që janë të licencuar, bana që janë të ardhur në mënyrë legale. Se është një problem i madh edhe çështja e banave ilegale, për cilat do të flasim patjetër. Se zakonisht një dukuri e tillë fatkeqësisht ende ekziston në Kosovën tonë. Përmendën renditjen ose lokalizimin në lagje në komunitet e tjera të banatorëve, por sikurse edhe disa vërmëtari tjera në vendin tonë dhe në banatori shohim se në disa zonë janë shumë të koncentruar, në disa zonë nuk ka hiç. A është rregulluar me ndonjë udhëzim administrativ distanca mes banatorëve apo edhe kjo është e drejtë secilit kudo mi hap? Në fatkeqësisht një pyetje jashtëzakonisht me vend se ne si shoqata e farmacistëve edhe si profesionistë shëndetësorë dhe si dhe farmacistëve kemi insistuar që të ketë një rregullore që do ta definojë distancën mes banatorëve. Po tendencat e tilla për një udhëzim të tillë administrativ do të kanë dështu çdo herë shprit një gjë e tillë se mes vjen deri një sot kaootike ku banatoria me banatorën tjetër pothuajse të ndan vetëm në mur. Për atë arsye do të ishte zgjedhja më e mirë, edhe kemi luftuar dhe është vendimi i gjykatës së Strasburgut që pronari i banatorës të jetë vetëm farmacisti. Se farmacisti është personi që mundet me menaxhu një banatore, farmacisti është personi që ka drejt me hap banatorën. Në shumicën e vendeve evropiane, në Francë, në disa vende evropiane, është obligative që pronari i banatorës të jetë farmacisti, sepse banat nuk janë si një ushqim i zakonshëm, por banat janë gjëra specifike, të cilat varësisht prej dozës mund të më kanë edhe helm, po mund të më kanë edhe bar. Për atë arsye, ndihmëria e profesionit farmacistit është ajo që jep mundësinë që farmacisti të jetë pronari i banatorës, dhe nëse farmacisti është pronari i banatorës, mundësia edhe zinxhirët e banatorës që në fakt nuk japin shërbim farmaceutik duhur, edhe mundësia që të jetë më fort biznes si përkushtim ndaj profesionit është shumë më vogël nëse pronari do të ishte farmacist.
kemi pas kolegë në takimet në për kongrese botërore të farmacistëve, kolegë që kanë pas barnatorë në Norvegji në disa vende nga 50 vite dhe atje kanë pas probleme me zinxhirin e barnatorët. Dhe kolegja na tregoi kjo historinë e barnatorës saj, dhe që 50 vite kanë pas barnatore, ku kam dhënë shpirtin tim në shërbime farmaceutike, në këshilla për pacientin, vjen momenti dhe zinxhiri ma blen barnatorën, edhe unë jam pothuajse si një robot që shkoj aty shërbej, edhe nuk kam mundësi me dhënë kontributin tim si farmacist në aspektin ashtu si dëshiroj unë. Do thotë, ajo është zgjedhja ndoshta më mirë do të ishte që pronari farmacist tjerë të barnatorës tjetë farmacisti, edhe do të zgjidhte shumë probleme. Edhe udhëzimi realizativ për distancën mes barnatorëve do të ishte shumë më mirë që të bëhet sa më herët, se në momentin që veç kemi këtë shpërndarje çrregull të barnatorëve, kemi këtë problem barnatorën që në afër njëra tjetrës, edhe nëse vjen i ligj i tillë, ato barnatorët ekzistuese kanë me mbet aty, se nuk mundesh ligjin me aktivizuar në mënyrë retroaktive. Do thotë edhe në momentin e tashëm situata është pak e kaotike, po do të ishte më mirë që situata mos degradoj edhe në të ardhmen. Do të ka ku të flasim për bara në përgjithësi, barnatorë gjithmonë bisedohet për çmime. Ka një disproporcion të çmimeve në tregun farmaceutik dhe ligji që e përmendet ju që kësaj edhe herë se ju jeni prej fillimit në dakord me këtë ligj dhe keni kërkuar këtë ligj, e përmendet që 25 vite, sepse rregullon shumë gjëra në industrinë farmaceutike dhe krejt këto për dobit e popullatës. Flasim pak për normat e fitimit. Ky ligj i përcakton edhe normat e fitimit, edhe a muj me fol pak me shifra sa me sqaru njerëzve. Po. Sa i përket këtij ligji, ne kemi qenë edhe pjesëmarrës edhe në udhëzimin legislativ për çmime, po të marr parasysh që udhëzimi legislativ për çmime në farë forme u bojkotu dhe udhëzimi legislativ për çmime nuk u funksionalizu, është vendos që të bëhet ligji për çmime, i ligji i cili është shumë vështirë me ndryshu, i ligji që duhet shumë kohë dhe shumë punë për mu ndryshu. Tendenca ka qenë që çdo herë mu përcaktu në shërbim madh farmaceutik që farmacisti ta ketë edhe një tarif në kuptimin e shërbimit me recetë, sa do të jetë simbolike që me stimulu farmacistin me dhënë sa më shumë shërbim profesional farmaceutik. Po, në fatkeqësisht në ligj është eliminuar ajo, po ka mbetë si tarifat për shembull barnat të cilët kushtojnë prej 0 deri në 10 euro, amazha 25%. Çka do të thotë që shumica barnave janë në qëtë marzë të çmimit, prej 0 deri në 10 euro. Barnat që kushtojnë prej 10 euro deri në 50 euro, marzha fitimit është 17%, kurse barnat që janë çmimin prej 50 deri në 100 euro, marzha fitimit është 12%. Mbi 100 euro, marzha fitimit 10%. Me ngritjen e çmimit, marzha e fitimit zvogëlohet. Kurse te depot është një dukuri tjetër që marzha fitimit është 7%, po këtu ka një problem të madh se depot sidomos po ankohen se edhe marzha fitimit e vogël plus asaj edhe nuk janë llogaritur shpenzimet e transportit, shpenzimet e banderollave, shpenzimet e përkthimeve, shumë gjëra tjera. Edhe është një rrezik i madh që një pjesë e madhe depot cilët janë depo sekondare, po bëjnë shërbime të jashtëzakonshme në shërbimin farmaceutik, edhe ndoshta të zhduken edhe mos mund me mbijetu ekonomikisht, edhe nuk do të ketë shërbim. Tani kemi problemin e madh që ka mungesë barnave, për shkak se ligji është aprovuar këtë vit, po në mënyrë është dhënë një urdhër që të fillon aktivizimi, do të thotë aplikimi i ligjit për një shkurtit të këtij viti, por nëse dojmë që ligji të jetë funksional, nëse dojmë që gjithë dëshirojmë me farmacistë, me qytetarë gjithë, na duhet të japim një hapësirë kohore, një hapësirë përkohshme tranzitore që stoqet që janë ekzistuese nëpër depo dhe nëpër banatore shkojnë me çmimin e vjetër, që t'ja mundsojnë që me çmimet e reja që vinë, në mënyrë automatike të kenë vendosur edhe çmimin në banderoll dhe mos të ketë mungesë barna, mos të ketë probleme në furnizimin e barnave. Nëse dojmë që procesin në farë forme ndoshta ta devalvojmë, t'ja hupim vlerën e saj, atëherë do të tentojmë se në mënyrë
mënyrë të paksidonshme të imponojmë që edhe barnat cilët janë blerë me çmime më të shenjta të shiten me çmime të lira, që ato shkojnë problemet ndona, jo vetëm financiare, por problemet më dha me furnizimin e barna. Po shpresojmë që Ministria e Shëndetësisë do ta marrë parasysh që barnat të cilat janë në stoqe një herë të zbrazën ato barna dhe në mënyrë graduale të fillojnë me barnat që të vinë me çmime të reja dhe të vendoset një rregull, mos të ketë mungesë barnave ku do të rrezikohet jeta e qytetarëve. Vitin e kaluar rreth 80.000 faqe në internet kanë ofruar produkte në mënyrë të kundërlidhshme. Folëm edhe për barnat ilegal, shumë shkurt tani do të flasim pak më shumë, po të njëjtën kohë zotri Gega, po më intereson mendimi juaj lidhur me barat të cilat mund të sigurohen përmes internetit. Kryesisht janë suplemente, po më të vërtet na as origjinën nuk e dinë, nuk e dim si ruhen, kush i distribuon, sa janë të rrezikshme blerja e medikamenteve barave përmes internetit. Pyetja por dhe e dyta, çka janë barat ilegale, çka ju konsideroni si bara ilegal? Se përket barna që blen nëpër internetit, kjo është një rrezikshmëri shumë e madhe që hasim për çdo ditë në barnatorën tonë. Në kohë të fundit, shumicën e terapisë e përshkruan TikToki dhe interneti. Fatkeqësia më e madhe që barnat që blehen nëpër internetin nuk kanë kurrë garancioni të sigurisë, edhe nuk dim kurrëherë në asnjë moment çfarë barani po marrim. Janë bërë studimet në shumë vende të Evropës, në Zvicër, në Kanada, në shumë vende të Evropës, dhe është vërejtë që barnat që janë marrë nëpërmjet internetit, nëse edhe shkruan që janë barna natyrore, shumë të rasteve kanë pas substanca aktive që kanë rrezikuar jetën e qytetarëve. Dukuria e porositjes barnat nëpër internet është dukuri jashtëzakonisht e rrezikshme dhe në mënyrë shumë të rëndë rrezikohet jeta e qytetarëve tonë. Për çdo ditë kemi raste të tilla që thonë kem pa në internet këtë barë, kem pa në internet e ka marrë dikush fëmijë jo një barë të tillë. Edhe çmimet nuk janë më të lira. Edhe s'ka çështja e çmimit, po as nuk e dim kur për nga të u marr bari, kvaliteti i barit, siguria e barit, do të thotë rrezikshmëria është tepër e madhe. Ka ndodhur shpesh që pacientat vinë edhe me barna që kanë porositur në internet, edhe vinë te na për këshilla të tilla, tu marr parasysh se nëse një bar nuk e din burimin nga është prejardhja e barit, nëse një bar nuk e din, do të thotë s'ka pas një kontroll ose certifikat analiza e barit, ai bar për ne nuk është bar. Ai mund me kon çdo send, por nuk është bar. Ai mund me kon helm. Se përket asaj se është e lejuar mu dhon barnat nëpërmjet internetit me udhëzim administrativ dhe me ligj është ndaluar që barnat të blihen nëpërmjet internetit substanca të cilat janë aktive. Shumica barnat të cilat thojmë që janë barna natyrore, edhe barnat natyrore nuk më thonë që një barn është natyror, që nuk ka efekte dëmshme, ai mund të kenë shumë rrezikshme, natyrore edhe në këpurdhat, të cilat helmuse, do të thotë në shumicën e barnave nëse përdoret një bar, çka edhe në për dyqanet që janë bio, nëse përdoret një bar, po zëm natyror, e që për të ka dhe terapi tjetër mund të kenë rrezikshme edhe vdekje pruse për pacientët. Për shkak të interaksionit. Për shkak të interaksionit. Po zëm një shembull të thjeshtë, me si jemi këtë temë, ginkgo biloba që është një substancë bjemore e cila shumë popularizohet, përdoret për vitalizimin e sistemit nervor, për memorie këtu. Nëse përdoret për shembull me aspirin, me hullës gjakut, mund të më shkaktojë gjakderdhje e shumë gjëra tjera. Janë barnat tjera për shembull si çaji i kantrajonit që shpesh e përdorim, lulbasanin në gjuhën shqipe. Edhe nëse përdoret për shembull me terapinë me këta që kanë bërë transplantin e veshkave, ka ndodhur që ka pas edhe hudhje e veshkës, do të thotë ta hupë edhe transplanti i veshkave. Këto janë shënimi zyrtare që janë marrë. Do të thotë çdo bar që marrim, qoftë natyror, qoftë produkt natyror, qoftë është produkt ose substancë kimike, duhet paraprakisht konsultohet me mjekun ose me farmacistin, se mund të marrë ndërveprime të rrezikshme që jeta mund të më rreziku. Kur kemi fjalën për barnat ilegale, po më intereson si term ilegale shka nuk kuptohet. Barnat ilegale në princip termat barnat ilegale dhe barnat legale. Barnat legale janë barnat të cilat do të thotë mirën
lejen nga Agencioni i Kosovës për Produkte Medicinale dhe futet në mënyrë të rregullt në Kosovë. Një barë i tillë e ka certifikatin e analizës nga prodhuesi, një barë i tillë shpesh ndodh se certifikatin e analizës e bën edhe Agencioni i barë, dhe një barë i tillë shkon në zinxhirin e të rregullt të shërbimit farmaceutik. Pri prodhimit shkon në depo, pri depos vjen në barator. Ai barë e ka ka zinxhirin legal të furnizimit. Dhe një barë i tillë, dhe nëse ndodh që një barë i tillë të ketë ndonjë problem në formulim, të ketë një problem në substancë, në kontaminim, ose nuk i plotëson kushtet, ka pak substancë më shumë ose më pak, një barë i tillë brenda 24 orëve në bazë sërish mund të trajtohet nga tregu. Edhe vetëm banat legale që janë dhënë nga lejen të Agjencionit të Banave dhe që vinë në mënyrë legale, mund të qarkullojnë në banatorat tona. Po fatkeqësia është që ka edhe barna ilegale. E barna ilegale është një barë që ka ardhur në kushte të mëshme, se barnat legal duhet të ardhë është praktika mirë edhe distribuimit, praktika mirë e prodhimit, mas pari praktika mirë e distribuimit dhe praktika mirë e shërbimit që vjen në banatore. Do thotë ai zinxhiri i rujtjes barit nga prodhuesi në depo, prej depos në banatore, do thotë i respekton kushtet ku temperaturat shumicën e barnave, përveç ato termolabile që duhet më kanë 2 deri në 8 gradë, që ruhen në frigorifer, barnat tjera duhet deri në 25 gradë. Kurse bari ilegal nuk dihet kush e ka prodhuar, nuk e dihet që është rujt. Në farë kushta rujt. Para mendoj një barë, për shembull, që vjen kushte ilegale, një barë që vjen gjatë verës në temperaturat në 40 gradë, ai barë i tillë transportohet në kushte ilegale nëpër autobusa, nëpër mjete të ndryshme transport, ku ai barë do të arrijë temperaturën edhe në 50 gradë. Bile edhe nëpër rrotat të rezervë janë zbuluar sipas shënimeve. Nëpër rezervuarat të autobusa, ashtu e përdorojmë kare si shprehje, do të thotë ai barë gjithë mund më kanë, por barë nuk mund më kanë, se ai është rrezik potencial. Barët e tillë, fatkeqësia është ekzistojnë në banatorat tona, fatkeqësia është që edhe barnat që duhet me urujt në kushte termolabile, që ruhen në frigorifer, ka herë që vinë në mënyrë ilegale. Kjo është vepër penale, kjo është ndaluar në çdo aspekt, ndaluar me aspektin ligjor, po është përgjegjësi e madhe ai që merr përgjegjësi me shit një bar ilegal që rrezikon drejt për drejt jetën e qytetarit. Tani na folën për banat e regjistruar zyrtarisht nga Ministria e Shëndetësisë, institucionet përkatëse të Ministrisë së Shëndetësisë dhe për fat keq jo gjithmonë barat të cilët janë të regjistruar mjaftojnë për disa pacientë dhe janë detyruar që të kërkojnë bara të tjerë të cilët nuk janë të regjistruar në vendin tonë e janë të domosdoshëm për shëndetjen e tyre që të sigurojnë. Personalisht, unë një 2-3 banatore, urej të ketë në base edhe më shumë, njëra e një dhe ju, që njerëz ju drejtohen të ju, për të siguruar barat të cilat nuk janë të regjistruar në Ministrinë e Shëndetësisë të vendit tonë. A më tregoni se si mund që këto bara të pa regjistruara të quajtur ashtu, ti shndrojmë dhe të regjistruara dhe t'i marrim në mënyrë legale, se ju këtë të bëni në përditshmëri. Është një pikë shumë e rëndësishme se përket furnizimit me pacientëve që ka shumë barna të cilat nuk janë të regjistruar, ose për shkak që shitja shumë e vogël, ose për shkak mos interesit se Kosova është një vend i vogël, interesat e kompanive farmaceutike nuk kanë interes në Kosovë, një treg shumë të vogël të regjistrojnë ato barnat, se është obligative autorizim marketingi që për me regjistru një bar janë procedurat bukur të komplikume që duhet më regjistru. Ka shumë barnat të cilat mungojnë në Kosovë, edhe një ndër fiturat të mëdha të farmacisë ka qenë që edhe ne kemi kontribuar aty që barnat të cilat janë regjistruar kanë aprovuar udhëzimi atje për barna pa paralele. Do të thotë një bar që nuk është regjistruar që mund ta sjellë në mënyrë legale. Ky udhëzim legislativ ka funksionuar deri në vitin 2022 dhe një numër i madh barna që s'kan qenë të regjistruar kanë ardhur në mënyrë legale edhe kanë një satisfaksion i madh që na të mund me shërby pacientin edhe barna të cilat janë të regjistruar se shumë të rastin janë barna jetë shpëtuese. Në vitin 2022 ka ndryshuar udhëzimi legislativ ku janë vështirësuar disa procedura sa i përket
marrjes së barnave pa paralele në mënyrë të rregullt dhe po ka shumë procedura ku ka shumë probleme me furnizim të tillë. Për shembull, është kufizu numri I sasisë si një bari të caktuar brenda vitit, nëse 3000 kutia, çka do të thotë që nëse një bar kërkohet më shumë se 3000 kutia, nuk ka mundësi depota me na siguruar bar, e që është pak absurd se nevojat e pacientit nuk I dim dhe kërkesat e pacientit nuk dihen. Edhe mund të shtohen dita ditë. Dita ditë shtohen. Absurdi është ato që janë kufizu. Plus asaj ka disa kërkesa që kërkohet notarizimi I licencës prodhuesit apo depos që furnizon, që në Evropë ato gjëra I kanë në për web faqe zyrtare dhe në çdo moment mund të pa notarizimin që ka licencën e prodhuesit I cili s'ka nevojë për notarizim, se ato s'propranojnë notarizimin. Ka është një metodë tjetër, po fatkeqësia më e madhe se tash disa barna të tilla janë të na munguar shumë edhe procedurat marrjes lejes për barna pa paralele janë vërtetësuar të mose që duhet Ministria e Shëndetësisë ndikoj shumë në këtë drejtim që mos të detyrojë njerëz të marrin barnat ilegale që janë rrezikshme për jetën. Është shumë e rëndësishme ta cekin se sidomos është një mundësi tjetër që barnat që s'kan paralele, se janë të regjistruar, barnat pa paralele, ka mundësi edhe terapia individuale të mirët. Terapia individuale për shembull bëhet kërkesa në Ministri në Agjencion e Barnat të mirë terapia individuale për pacientë caktuar. Po shpesh këto terapia individuale po vonohen edhe pacienti në raste të urgjente po vonohen 2-3 javë ditë, procedurat janë pak më të komplikuara dhe shpesh pacienti s'po ka qasje në barën caktuar, po detyrohet të shkojë në rajon. Problemin e udhëzimit strategjik për barna paralele, Ministria e Shëndetësisë duhet mirë urgjente ta rregulloj, ta thjeshtësoj dhe që pacientët tonë në asnjë moment mos kenë nevojë tentojnë në mënyra ilegale ta sigurojnë një bar, t'ia kenë një bar të sigurt edhe ta ruajnë shëndetin e vetë dhe të çdo të kontribuojnë edhe farmacitë në shërbimin sa më të mirë profesional. Sot e ka përmendur në raportin, pak a shumë raportin mes farmacistë dhe mjekëve, unë kujtoj që është shumë I rëndësishëm, parasyshoj qëllimi I përbashkët. Qëllimi I përbashkët është mirëqenia e pacientit. Si e vlerësoni ju ne këtë raport? Ky është një zinxhir I bashkëpunimit që duhet të funksionojë në çdo moment, se ndihmon shumë që pacienti ta ketë një shërbim shëndetësor të nivelit më të lartë. Por jashtë ekzistojnë komitetet përbashkëta të farmacistëve dhe mjekëve që çdo herë problemet e mundshme komunikojnë, diskutojnë, bëjnë zgjedhje këto. Përvoja jonë që kemi punuar jashtë, kemi pasur në çdo moment për një bar caktuar, kemi telefonuar te mjeku dhe kemi gjetë bashkëpunim me mjekun për çdo problem për barin për këto. Farmacisti çdo herë kur ka një problem me barin, për jashtë e kanë edhe formën e opinionit farmaceutik, do të thotë opinioni farmaceutik do dush me dhënë me shkrim, ti opinioni farmaceutik jep me shkrim, para se me kontaktu mjekun, ti mas pari tenton me zgjedh problemin me zgjedh problemin për atë bar, edhe më vonë komunikon me mjekun, edhe në bashkëpunim me mjekun, edhe mund të propozu zgjedhjen e problemit për atë bar të tillë, po edhe bashkëpunim me mjekun e bani së bashku atë zgjedhje. Një komunikim I tillë ka mundësi të përmirësohet, ka komunikime, po do të jetë një komunikim sa më I madh që me të vërtetë shkon në dobi të pacientit, që është obligimi primar gjithë neve si profesionistë shëndetësor të bashkëpunojmë sa më shumë e që pacienti me zvun, me cilët sorollatet në për aty këtu të kërkojë një zgjedhje për një bar që shpesh ndoshta ka nevojë, po ne shpesh ndoshta edhe s'ka nevojë që një bar I tillë që është mungesë treg, ka mundësi të bëhet një zgjedhje tjetër në bashkëpunim me mjekun. Jemi ka fundi e emisionit, po flasim pak për barat, për shkrim është një emision I investigimi Stop televizioneve shqiptare, që kanë investiguar se si ipen barat në farmaci, në disa farmaci, aty ku ka ndodhur investigimi, barat psikotrope pa përshkrim të mjekëve. Tash, duke qenë edhe unë mjek, shpesh edhe ne mjek, edhe si pacient, e keq përdorim edhe afërsinë edhe me farmacista dhe I marrim base barat ndonjëherë edhe pa përshkrime, po si vlerësoni ju, a është shqetësuese kjo dukuri të ne, a është duke zvoglu apo si vlerësoni?
një dekuri e tillë ekziston, nuk mund askush me mohu. Një dekuri e tillë është, do të thotë, tendencat janë të zvogëlohet sa më shumë. Ka sidomos problemi në shkatërshë është me psikotropet, të personat cilët janë me antihipertenziv në shumë të rasteve, e marrin të përshkrim për i kardiologit ose për i mjekut, për internistit, dhe shumë në raste janë shoqëruar edhe me terapi me psikotrop, pozo me benzodiazepinët, dhe atë terapia ta pothuajse një kohë gjatë e përdorin. Terapia kundra ankthit e terapia për pagjumësi, që janë diazepam, lorazepam, janë terapia që duhet përdoren 2-3 javë ditë në periudha të shkurta. Për shkak të vazhmërisë. Për shkak të vazhmërisë, fillon vazhmëria. Por tendenca e pacientëve është që në momentin që ka marrë një herë bar, pothuajse krejt jetën vazhdon një terapi të tillë. Çdo herë kërkojmë recetën e mjekut, edhe raportin e mjekut, edhe shumë të rasteve ka pacienta që na dëgjojnë, shkojnë e marrin edhe në ambulant, në qendra mjekësisë familjare, po edhe në spital, po ka edhe pacienta të tillë që insistojnë që këtë barë ma ka dhënë mjeku, edhe unë duhet me vazhdu krejt jetën. Na çdo herë mjeku nuk jep urdhra me gojë, po në shumë të raste janë me përshkrim të recetes, edhe na çdo herë kërkojmë recetën, shpesh i arrin qëllimit, po ka raste që nuk e arrin qëllimit. Për atë arsye, ndoshta e ardhmja e farmacisë, e thamë si koncepti i kujdesit farmaceutik, bashkëpunimi edhe me mjekun, po do të jetë edhe dosja pacientit që praktikohet në shtetet perëndimore, ku çdo pacient kur shkon në banatore do ta ketë dosjen e tij edhe barnat që i merr. Nëse një pacient ka marr terapinë e merr të kardiologit, internistit, e merr terapinë edhe të psikiatrit, e merr terapinë të ndryshme, edhe një pacient do thotë një barë e merr në banatorën tonë, një barë në banatorën tjetër, edhe ndodh shpesh që ato barnat do thotë edhe ndryshojnë edhe prodhuesi, do thotë mund me pi 2 fish barnat. Nëse ai pacient, unë kam disa pacientë që u kam bë dosjen, i kam në banatorë, sidomos moshat e vjetra, ai pacient vjen te unë në banatorë, e unë shoh terapinë që e ka, edhe terapinë që i ka të ndryshme, edhe evitojmë edhe ndërveprimet me barit, po edhe evitojmë keqpërdorimin e barit. Për jashtë për shembull ki terapinë që e merr për 30 ditë ja farmacisti, edhe vërteton gjatë çatë 30 ditëve ai ka përdor mënyrën e duhur, nëse ju ka harxhu terapia për 15 ditë, ka pas terapi për 30 ditë, do thotë është i përdor barnat gabushëm. Për atë arsye jemi të tentuar në banatorën tonë personalisht që dosjen e pacientit ta bëjmë në çdo moment që pacientët cilët kanë besimin, kanë sigurinë që të vinë ta shohin terapinë e vet, ta shohin çka po marrin për terapisë, edhe na në çdo moment ta evitojmë problemin edhe keqpërdorimin e barnave, abuzimit të barnave, edhe marrjes së barnave pa nevojshme, marrjes së dyfishimit të dozës, sidomos në moshat e vjetra, që në shumë të rasteve kemi shumë familje që janë personat më shumë që janë vetëm 2 edhe ka shumë probleme edhe respektimi terapisë së duhur nga mjeku. Dukuria e parecetës sidomos psikotropëve. Është dukuri prezente, është në zvogëlim sipër, por dukuri që duhet të ftohet për çdo ditë nga çdo profesionist shëndetësor, si nga farmacisti, si nga mjekësi, si nga gjithë. Por shprehja e marrjes terapisë tillë pa ndërprer është shumë e rëndësishme ta cekmi që në këto raste edhe nëse ndërprejnë terapinë me psikotrop, duhet të ndërprerja të bëhet në mënyrë graduale, sepse menjëherë po shfiton ai sindromi i mungesës barit dhe ato janë sindromet fizike dhe psiqike që pacientit duhet më ia shpjegoj si me largu prej barit. Kemi arrit shpesh një çdo tillë që të largojmë nga psikotropët, po ka shumë punë për të bërë në këtë drejtim që me të vërtetë mundet shumë u bë nëse farmacistët dhe mjekët përkushtohen më shumë në këtë drejtim. Zotë Geka, jo përmendet se farmacistët nuk janë vetëm ata që punojnë në banatore, po kanë edhe vende tjera të punës, edhe përkupime tjera, një ndër përkupimet janë edhe shkruja e librave. Jo keni sjellë një libër që për mua është një vepër kapitale, e cila quhet Historia e mjekësisë dhe farmacisë nga Zanafilla në Iliri dhe Trevas shqiptare, me autor farmacistin i cili është magjistër, sikurse edhe jo, Amir Agoni, ku janë të përfshirë gjitha trevas shqiptare dhe në një pjesë shkruan një pasus shoqata farmacistëve të Kosovës me në krye John Gegen, është e vetmja pikë ndriçuese
në lëmin e farmacisë në Kosovë në periudhën e pas luftës prej vitit 1999. Në çka është bazu zoti Jagani kur e ka shkruar këtë pasojë? Na kujtut kolegën e nderuar të ndjerin duajenin e farmacisë kosovare Amir Agani, i cili ka bërë shumë për farmacinë e Kosovës. Kam pas derën dhe kënaqësinë. Ky ka qenë kryetari i shoqatës farmacisë të Kosovës, po thuaj se këtë periudhën para luftës, deri në vitin 1999. Kam pasur në derën tim bashkë me Amir Aganin, do të thotë pas luftës për vitin 2000, një 3 mandate kam qenë kryetari i shoqatës farmacistike të Kosovës. Dhe kam mësuar shumë gjëra nga magjistri Agani, si duhet profesioni farmacistit, si respektohet pacienti e shumë gjëra tjera. Na ka lënë një vepër kapitale, e cila vepër kapitale e përfshin edhe mjekësinë, po edhe farmacinë, nga Iliria, nga Zanafilla deri në ditët e sodit. Një vepër shumë voluminoze që ka punuar shumë gjatë dhe me shumë përkushtim. Magjistri Agani ka folur në superlativ për shoqatën e farmacistëve të Kosovës në periudha të vështira, kur shoqata ka qenë pothuajse zëri i vetë kundra keqpërdorimeve, kundra rrezikimit të jetës të qytetarëve të Kosovës në periudhën e pas luftës. Ku jemi përballë me sfida të ndryshme dhe me sfida që besoj që kemi të kaluar në mënyrën më të mirë. Fal punës se ish kryesisë shoqatës që kam qenë udhëheq, edhe bashkëpunim me zotin Amir Agani dhe shumë kolegë tjerë, kemi arritur që në vitin 2003 të bëhemi antar të parë organizata parë që mi pranuar në Federatën Botërore të Farmacisë në Sidney. Ky ka pas një ehud të madhe në opinionin kosovar, ku do thotë akoma po shpall pavarësia e Kosovës. Ende statusi i Kosovës akon ende i pa definum, dhe kjo ka qenë, do thotë, historike që ne jemi shoqata parë profesionale farmacistike, farmacistëve që jemi pranuar në Federatën Botërore të Farmacisë, në Kongresin Botëror të Farmacisë në Sidney. Me njerë mas këtij pranimi, kemi pas një ftesë nga ish kryetari Rugova, ku na ka përgëzuar për pranimin në Federatën Botërore të Farmacisë. Do thonë ne edhe si farmacistë dhe si profesionistë i kemi paraprinj edhe farmacistë Kosovës që kanë ndodhur më vonë. Është kënaqësi që kemi pas fatin të punojmë bashkë me magjistrin Aganin për karakterin, për dignitetin e tij, për shumë gjëra që i ka dhënë farmacisë Kosovës, dhe ne së bashku me magjistrin Aganin, me shumë kolegë tjerë, kemi kontribuar edhe kemi rezistuar situata shumë vështira që me të vërtet vetëm për ta mbrojtur profesionin, për ta mbrojtur edhe qytetarin e Kosovës, pa interesa personale. Faleminderit shumë. Në fund e kam një pyetje personale për secilin mysafir, do t'ju bëj edhe juve. Pakush mbas e din që ju nga vitin 1992 deri në 1996 keni studiuar dhe keni punuar në Zvicër, në Lozan të Zvicrës, keni kryer praktikën e obligueshme si farmacist. Keni punuar edhe me një farmaci të mirënjohur atje të poshtë të Lozanës. Jeni ndër themelues të shoqatës farmacistëve, studentëve shqiptar. Studentë shqiptarë në Lozan, po. Shqiptarëve në Lozan, ndër tjera jeni edhe themelues të klubit futbollistik Dardania në poshtë në Lozan. Kemi lojtar, kemi luajt edhe në këtë klub. Tash se çfarë farmacisti e dim gjithë. Çfarë farmacisti jeni e dim gjithë. Po nuk e din çfarë lojtare keni qenë. Kemi pas fatin që me njerë pas luftës të shkojmë në Zvicër, të marrë parasysh se në vitin 1992, këtu ka qenë situata katastrofë sa i përket furnizimit me barna në bërnatore. Unë e kam bërë një praktikë profesionale vetëm një muj ditë në bërnatorët në Gjakov, të marrë parasysh mundësinë që kam pas me shku në Zvicër, se unë çdo pushime studentore i kam kryer në Zvicër. Gjatë pushimeve studentore kam shku në Zvicër. Kemi fillu me njerë praktikën profesionale në 92 në Zvicër, ku kemi kryer edhe
praktikën profesionale, po në njëjtën kohë kemi studiuar edhe në Universitetin e Lozanës, Fakultetin e Farmacisë, 1 vjet e gjys. Dhe aty, së bashku me disa kolegë që kanë studiuar atje, ka qenë Bardhyl Mamuti, Alban Ismaili, Gzim Dushi, doktori, jemi themelues të parë të shoqatës së studentëve shqiptarë në Universitetin e Lozanës. Kjo ka qenë vitin, sa di, 1993 aty. Edhe po gjatë kësaj periudhe i marrëm aktivitete të futbollit, ku kemi luajtur për Dardaninë e Lozanës, një kohë të shkurt kam qenë edhe kapiteni i Dardanisë Lozanës. Dardania e Lozanës ka qenë e formuar para se me shkuna. Dhe kemi pasur një herë minjor si agim sonë. Aktivitetet tona në atë kohë kanë qenë jo vetëm aktivitete profesionale, por kanë qenë aktivitete sociale, ku kemi bashkëpunuar me shumë shqiptar që sot janë emër të minjor në Zvicër, ku është kënaqësia jonë më e madhe si shumë shok të studimeve që kemi pas në Zvicër, sot janë emra si në mjekësi, si në lëmi tjera, janë ligjëros në universitete, si në psikiatri, edhe shumë kolegë tjerë që për ne Lozana dhe Zvicra na i ka hapë dyert si shumë shqiptarëve që me të vërtet ta respektojmë punën, ta respektojmë pacientin, na i ka mësuar shumë gjëra edhe jemi falenderoj shumë për asaj që në periudhat më të vështira i ka hapë dyert shqiptarëve, po ne jemi këtu në Kosovë në 1996, kur pothuajse gjithë shqiptarët ishin ata, unë jam këtu në Kosovë edhe ka qenë momente të vështira, po prapë unë nuk pendohem që jam këtu në Kosovë, se shpresojmë që me kontributin tonë sa do të pak vogël i kemi ndihmuar sektorit farmaceutik dhe i kemi ndihmuar shumë njerëzve që me të vërtet ky vend të zhvillohet dhe të janë përparoj. Kjo ka qenë obligim si qytetar, po obligim edhe si profesionist. Kthimi juaj ka dëshmuar edhe një herë, zoti Gega, se pavarësisht se ku jeton e punon njeriu, nëse punon me përkushtim edhe me sinqeritet, do të ketë sukses pavarësisht apo në Zvicër apo në Kosovë. Ju keni bërë mirë që jeni kthy në kohën kur ne sot flasim për një pothuajse një egzot të mjekëve të ri, jeni edhe një shembull që në kohëna më të vështira njeriu mund të arrijë sukses me përkushtim dhe me korrektësi. Në fund, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe për prezencën e juaj si mesafirit i emisionit Med Plus. Unë shpresoj që do të kemi raste të takohemi edhe në emisione të tjera. Faleminderit shumë dhe ju përgëzoj për emisionin dhe i përshëndes gjithë shikuesit e TV Syrit, cili sidomos në kohët fundit ka një shoqëri shumë të madhe. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, sot më shumë se kur farmacistët janë të ngarkuar me përgjegjësinë për të siguruar që një pacient të merr shërbim të mirëfillt. Ju kisha bë apel të gjithëve të përfshirë edhe mjekët dhe gjithë tjerë, po edhe juve si pacient që t'ju lehtësojmë këto shërbime, se me të vërtet janë shumë të rëndësishme për shëndetin tonë në përgjithësi. Ne personte kaq patëm bashkë mirë poshtë. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.